وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhalla xjalaluhu. Salavat dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me serinë të cilën e kemi të hapur me temën shitblerja dhe tregtia, ku folëm në derset e kaluara rreth disa dukurive të cilët ishin të ulta dhe humbin sinqeritetin dhe vlefshmërinë e një tregtarit musliman. Me të vërtetë se ato ishin disa prej tyre të cilët I cekëm si mashtrimi në shitblerje, tradhtia, betimi, mangësia në peshore e kështu me radhë. Është koha që sot inshallah me lejnë Allahu xhalla xjalaluhu të futemi në një bazë prej bazave kryesore, të cilën e bën një shitblerje në tregti të vlefshme dhe e bën të sakt baza për të cilët I vendosën dietarët jurisprudencës islame, fukahat që nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e deri te na, janë disa baza, disa themele kryesore në të cilën qëndron një shitblerje, që një besimtar duhet ditur se një shitje si qëndron apo çfarë duhet të posedon për të qenë ajo e vlefshme dhe të jetë e lejuar. Përderisa e dim se çdo shitje apo çdo shitblerje në esencë është e lejuar, por vetëm se ata të cilët nuk I përmbushin kushtet apo ato shtyllat kryesore të cilët e bëjnë halal dhe të vlefshme. Në esencë, gjërat janë të lejuara dhe shitblerja është e lejuar dhe nuk kufizohen llojet e saj të shumta të cilët janë, mirë po me kushtëzimin që të I ketë të përmbushura kushtet të cilët e bëjnë të vlefshme dhe e bëjnë halal, edhe e bëjnë të lejuar ato dhe si dhe ato shtyllat kryesore në të cilën qëndron një shitblerje. Dhe mu për atë, dietarët të vëllezër vendosën disa shtylla, disa themele nga të cilët janë bazament I qëndrueshmërisë dhe vlefshmërisë së një shitje, apo një blerje, apo një kontrate të lidhur në shitblerje, edhe se pa dyshim se na duhet të interesohemi mirë dhe të dim, spaku të I mbajmë mend qëto shtyllat kryesore të cilët duhet që të I përmban një shitblerje. Dhe kur flasim për çështjen e shitblerjes, pa dyshim se në anën e shitjes pra dhe blerjes si dhe të tregtisë, pa tjetër se në to qëndrojnë disa baza, disa themele për të cilët e bëjnë të vlefshme dhe ekzistuese ato, si dhe ajo përmend disa kushte me të cilët ajo plotësohet vlefshmëria e saj për të qëndruar
apo për të qenë një shitblerje halal. Dhe se besimtarja ka për detyrë të dinë në çdo kapitull të librave të fikhut në të cilën i hapim dhe lexojmë, do ta gjejmë se dietarët i kanë cekur me njëherë cilat janë ato ruknet apo ato shtyllat bazore të një tregtie. Si dhe njohet dhe cilat janë ato ruknet apo ato shtyllat, ato themelet në të cilët janë të një kontrate të lidhur, për shkak se shitblerja në veti i përmban dhe kontratën. Kur ceken ato kushtet, dietarët kur i kanë përmendur kushtet e vlefshmërisë së një shitblerje, në to janë dhe kushtet e një kontratës për të cilën lidhet një kontratë apo bëhet një marrëveshje për një shitblerje. Dhe se këto janë pikat më kryesore për të cilën na duhet të isqarojmë së bashku edhe të i dim e të mbahen në mend. Për shkak se dietarët të vëllezër i vendosën këto pika. Për ta kuptuar pra se çka do të thotë dhe cila është përkufizimi i kushtit, rukën, nga të cila rrjedh me të vërtetë se kjo është ajo shtylla bazore, cila do lëmi i ka ato bazat e veta në të cilët qëndron ajo, pa i ditur ato baza, pa i ditur ato themelet qëndruese, të cilët e përbëjnë ke ajo në shitbleri, ke ajo edhe në ndonjë ibadet tjetër, cila do prej tyre të jetë, ajo i ka ato bazat kryesore në të cilët qëndron, apo dhe një objekt pa i pasur shtyllat kryesore nuk qëndron. Dhe një ashtu pra, dhe në anën e fikhut dhe të diturisë dhe të ibadetit qëndrojnë disa bazat të cilët janë kryesore. Çfarë kuptimi ka fjala rukn? Çfarë kuptimi ka, cila është definicioni apo përkufizimi i fjalës rukn në gjuhën arabe kur të përmendet Islami i ka kaq shtylla, cilat janë arkanul islam, ruknul islam, Islami i ka kaq shtylla, filansendi i ka kaq shtylla, pra është për qëllim në anën gjuhësore çdo bazament dhe çdo themel për të cilën qëndron ajo në to. Bazat, themelet të cilët qëndron ke ajo një objekt, ke ajo për shembull edhe një anë e cila është kuptimore pra të ibadeteve, të adhurimeve të cilët qëndrojnë në to që i vendosën dietarët. Dhe një ashtu o vëllezër, për ta ditur pra kuptimin në të cilën e përkufizoi ana sheriatike, pra në terminologjinë sheriatik, fjala rukun shtyll do të thotë ekzistenca e një çështje pa të cilën ajo çështje nuk ekziston. Pra të jetë në anën terminologjike plotësimi apo të jetë një çështje pa të cilën nuk ekziston. Nuk mund që të përbëhet ajo pa e pas atë bazë apo pa e pas atë shtyllë. Nuk ekziston një shitbleri apo nuk ekziston një ibadet apo nuk ekziston namazi pa i pasur këtë shtyllë. Nuk ekziston një ndërtesë pa e pasur këtë shtyllë. Pra mu për atë dietarët vendosën disa shtylla. Pra në kuptimin me të cilën pra përmbushet, është që ndoshta nuk kuptohet, por në çdo kapitull e gjejmë bazat kryesore të cilët e përbëjnë apo ndoshta dhe e plotësojnë atë çështje apo atë send që ekziston. Dhe mu për atë pastaj dietarët folën dhe na treguan. Duke i vendosur ato kushtet të cilët janë me të vërtetë që e plotësojnë dhe janë pjesë përbërëse apo pjesë plotësuese të një ekzistence, të një sendit apo të një çështjes. Pra, për të ekzistuar një shitblerje halal edhe e vlefshme, duhet që të i ketë ato kushtet kryesore, si dhe shtyllat përbërëse që e përbëjnë ato. Edhe se padyshim se kur të lidhet një shitblerje, ajo nuk bëhet një shitblerje pa u bërë dhe kontrata në mes saj, pa qenë dhe lidhja e kontratës. Mu për atë dietarët të vëllezër na i vendosën pra këto shtylla. Atëherë shitblerja, sa shtylla i posedon, shitblerja vëllezër të dietarët ndryshuan mendimet se cilat janë ato shtyllat kryesore të cilët i posedon një shitblerje, në atë të cilën shkuan shumica e dietarëve. Shkuan se një shitblerje, një kontrat, për të u lidhur
një marrëveshje, tha, i posedon 3 shtylla kryesore. E pastaj i cekën ato, tha e para është el aqiden. Çka është el aqiden? 2 kontraktuesit, të cilët do të lidhin kontratë. Kush e bën shitblerjen? Padyshim se personi që e posedon shitblerjen do të më qenë ai që e bën kontratën aty dhe ai tjetri që e lidh që do të blenë. Pra 2 kontraktuesit janë ai shitësi të jetë prezent si dhe blerësi të jetë prezent. Kjo është kushti, apo të themi kjo shtylla kryesore. Si dhe wal maqudu alej. Çka është maqud alej? Kushti i dytë të jetë pra objekti, çmimi me të cilën lidhet ajo. Çmimi apo të jetë, domethënë, malli. Mallin për të cilën bëhet kontratë, apo çmimi për të cilën bëhet kontratë. Dhe treta, o vëllezër, është es-siga apo al-maqud bihi. Siga është të shprehurit, të folurit, subjekti për të cilën shprehet apo folet, oferta të shprehurit të 2 palëve. Njëri thot për shembull e jap ofertën, kam një ofertë. Çfarë oferte ki? Kam një ofertë për ta shitur një tokë, për ta shitur një banesë ose për ta shitur për shembull një automjet, e kështu me radhë, oferta dhe pranimi. Më herë thon pranim dorëzimi, që të jetë domethënë oferta dhe pranimi prezent. Pa këto 3 shtyllat kryesore nuk qëndron një shitblerje apo një kontratë për të cilën domethënë lidhet ajo marrëveshje. Kurse nga shumica e dietarëve, o vëllezër, ndryshon mendim Ebu Hanifja rahimullah, në të cilën ai e llogariti që të jetë shtyllë kryesore, e llogariti vetëm një. Dhe tha, shtylla në shitblerje është vetëm siga, formula të shprehurit, se njeriu e bën ato me fjalë apo e bën ato me vepër, duke shkuar në atë bazën të cilën u mbështetën Hanefit, që qëndron një çështje, po ajo çështje qëndron në atë realitetin, një shitblerje që bëhet, apo një tregti bëhet pra duke ja dhënë ofertën dikush e duke e pranuar dikush duke e blerë. Ose e jep një çmim e merr një çështje me vepër, të gjitha këto pra të cilët lidhen pra me këtë pikë. E mu për atë padyshim se normal që të shumica e dietarëve vendosën këto 3 themelet të themi të cilët janë bazat kryesore të një shitblerje të cilët përmbushen. Pse? Për arsye se e para, e cila është që duhet të kuptuar mirë dhe të ditur, o vëllezër, na si musliman, se një shitblerje qëndron të jetë e lejuar dhe halal, duhet të i përmend këto 3 shtyllat kryesore. 2 kontraktuesit të jetë pra ajo e cila është malli apo çmimi prezent, si dhe formula e cila është shprehja pra oferta dhe pranimi. Përderisa nuk janë çto 3 pikat, këto janë shtyllat kryesore për të qenë valide dhe vlefshme një shitblerje. Por padyshim se pastaj secila prej tyre ajo posedon kushte, e kushtet të cilët janë të vendosur te shtylla e parë, e cila tham është el aqiden, ato 2 kontraktuesit, të cilët do ta bëjnë lidhjen dhe kontratën e tyre, ai është që e lidh vetveten e tij. Po atëherë çfarë kuptimi ka fjala el aqd në gjuhën arabe, pra të cilët janë përdorur këta kontratë që lidhin ato lidhësit e kontratës, pra fjala aqd në gjuhë i referohet shumë kuptimeve, o vëllezër, mirë po për ta kuptuar që të bëhet në gjuhë anën gjuhësore, çdo send çka i lidh 2 çështje, shtrëngimi apo forcimi i 2 çështjeve që i lidh 2 sende. Nëse i lidh 2 çështje, 2 sende, forcimi dhe lidhja e tyre quhet akt apo një kontrat, lidhja. Kur thomi lidhja e një sendet, lidhja e një çështje, lidhja e marrëveshjes. Mirë po, në anën terminologjike, në kuptimin terminologjik, el aqd përdoret lidhja e marrëveshjes, pra çdo send që njeriu e lidh vetveten e tij me diçka që i obligohet, pastaj detyrohet ai që ja bën si obligim detyrë, që nëse nuk e përmbush ato, ai ka pastaj dhe gjobë në anën ligjore. Diçka që i obligohet
si pjesë obligative në anë dhe pjesë përmban dhe detyrimin ligjor. E bën një kontratë, e bën një lidhje, për të cilën nëse nuk mbahen ato kushte të vendosura, ajo ka detyrim ligjor, për të cilën ndjekjen detyrimet ligjore në atë shitblerje apo në atë kontratë, për të cilën e ka lidhur në atë marrëveshje. Pra njeriu e lidh veten me kontratë me lidhje të shitblerjes së tij, gjithashtu kur e lidh veten dhe obligon me një detyrim për të cilën detyron veten që të shpaguan nëse ajo nuk përmbushet. Për shembull në zotim, nëse thot njeriu, nëse ma bën çiket send, unë do ta bëj tjetrën send. Unë do ta plotësoj kështu. Ose zotimi e nedhër që është nëse Allahu ma jep një send të mirë, unë do ta theri në kurban apo diçka. Këto janë zotime të cilët njeriu i bën. Apo me betime kështu me radhë, diçka me të cilën e lidh njeriu vetveten e tij që ja bën obligim, i detyrohen disa kushte ligjore për të cilët pastaj vijnë ato domethënë si pasoja. Sikur që Allahu xhelle xhelaluhu për këtë pikë, pra që njeriu e lidh vetveten, i lidh veten e tij në këto kontratë apo në këtë marrëveshje, ka urdhëruar Allahu xhelle xhelaluhu besimtarët që ta plotësojnë kontratën apo lidhjen e kontratës së tyre, marrëveshjeve së tyre. Në fillimin e ajetit të parë të surës Maide, Allahu xhelle xhelaluhu i thirrri besimtarët duke thonë: Ja eyyuhalladhina amanu. Ajeti i parë, ja eyyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O ju që keni besuar, përmbushni kontratat e juaja. Çoni në vend lidhjet të cilët i keni bërë me kontratën me marrëveshjen e juaj, për kufizimet për të cilën i keni bërë, e kjo pra vazhdon inshallah me lejen e Allahu xhelle xhelalu që të njoftohemi për atë kushtin i cili është me të vërtetë shtyllë e parë, të cilët janë pra dy kontraktuesit, cilat janë ato kushte të cilat ju detyrohen dy kontraktuesve që të i kenë në lidhjen e shitblerjes së tyre, pra duke u njoftuar me këto pika të cilat janë shumë të rëndësishme inshallah me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu në dersin e ardhshëm. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.